Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Rrezë Dielli. E nisim me gatimin ton, me hapësirën ton të gatimit, të gatuaj me Albanën. Mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirëmëngjes. Përpara se të fillojmë të bëjmë gati produktet, çfarë përmban sot Rrezë Dielli? Do të flasim për dasmat, për traditat, për zakonet, për ato traditat e haruara faktikisht të marrjes së nuses, edhe si kanë ndryshuar deri në ditët e sotme, traditat e zakonet nga veriu deri në jug, të tre janë përfaqësues së secilës zonë të Shqipërisë për të na rrëfyer së pari dasmën e tyre, çfarë mbajnë mend miqtan të ftuar nga dasma, si ka ruajtur ato tradita, çfarë kujtimesh kanë dhe çfarë ka mbetur rrugës, si kanë humbur disa zakone të bukura të marrjes së nuses apo të takimit të krushqive, ajo ceremonia e me radhë. Kështu që na ndiqni për të kujtuar së pari me nostalgji këtë moment të bukur që shënon një ditë të rëndësishme dhe të parueshme në jetën e gjithkujt, dhe mbi të gjitha për t'i rikujtuar ato të haruarat. Apo jo. Madje do t'ja tregojmë, le të themi, rrugës gjatë gatimit, dhe anvisat që mund të na ndjekin gjatë përgatitjes së recetave, mund të na telefonojnë, pse jo, për të kujtuar ndonjë detaj, se është gjithmonë me interes për të dëgjuar se si e kanë bërë dasmën zonjat tona që na ndjekin. Por fillimisht nisi me përgatitjen e recetave. Tash edhe thoshe fillimisht nisi me dasmën e Albanës tash. Po ha më ti. Ke bërë dasëm ti? Jo, nuk kam bërë. S'ke bërë as ti dasëm. Jo, kam bërë dasëm, kam qenë larg. Po ti dikë që ke martuar, ç'a kujton nga ndonjë ritual i veçantë? Po të gjitha kujton se kam martuar motrën e madhe. Ku erdhi puna që thash. Që ajo e qara një nuses dhe deri te... Pra, as të qarën e motrës madhe nuk e mbaj mend, të them drejtën. Por më ka mbetur në mend një e qarë në fshat. E më do të them diku në Zallherë, se nëna ishte ginekologa aty, të shkonte ndishte gratë dhe fëmijët e vegjël. Edhe kishin ftuar nënën me familje dhe unë mund të isha diku te 10 vjeç. Dhe shoh një vajzë, atëherë më dukesh e madhe shumë, ajo si isha e vogël, e ulur në divan, e ndënjur në divan, edhe qante me dënes. Gjë që dikur, unë dashmën e mendoja që ka një gjë tepër e keqe, që janë me kaq të madhe. Po e marrin me zor, po ikën. Por, kjo ishte tradita e fshatit. Më pas, kur u martua motra, normalisht që shoqërohen nga xhajat. Po. Janë tradita të ndryshme. Madje po mos qa në tenusja, i bie që diçka nuk shkonte diçka. E stimulonin gratë që këndonin vargje, tekste që bënin për të qarku e le babane me radhë. Ti del në ekran, dikush të thot diçka dhe filloj e preke në qura vitën për një herë. E jo më pas që të kesh gjitha ato njerëz nga mbrapa, ku po lë nënën, ku po lë babajn, ku po lë shtëpin, ne motrat gëzoheshim se motra po hikte po na linte fustanet e tjera ne, se kështu ishte gjëja. Vetëm orizit e karamelet ishin të duhurat. Besoj këto të dyja kanë mbetur deri në ditën e sotme. Edhe orizit e karamelet. Te orizit e karamelet dhe unë them. Kjo e qara është... Po, një sheqer pare që vërtet ama ta qaj, po më që ta qaj. Po ta qaj me këtë mielin Ola, këtu që kam një miel Ola, miel misri. Që pse jo përgatitesh edhe për dasmë. Bravo, bravo. Sheqer pare me lot, me shërbet. Çfarë më duhet? Dasma fillonte të hënën, mbaronte të dielën. Jo, për vajzat ishte e shpejtë, ikte vajzë e lëronte mendin. Te familja e djalit, mirë, dasma e djalit, se do të mbajmë vetëm anën e dasmave të vajzave. Niste dasma, niste ahenku edhe ku përfundonte atje në katuna. Shoshja e grurit e... Ishte shumë bukur. Me ato aromat e luleve. Tamam, sot jemi në nostalgji, do të kujtojmë çdo detaj, po edhe shkrepja e armës, pastaj marrja e mollës. Ordëro? Ishte një zakon i tillë. Po, ai çarçafi i madh, çfarë ishte? Ai ishte ku mbaronte dasmën. Ajo ishte ku ishte. Ajo ishte pasi kishte mbaruar të gjitha ritualet, zakonet, ishte marrnusje, ishte martuar. Meri do martoj më malën prapë. Minusha e mbylla gojën. Po këndon më se në atmosferë dasme jemi. Minusha. Me qëra fjala kush ka ndërmend tani se kjo mund të jetë dhe një javë dasme për dikë që na ndjek. Që me trashëginë. Të trashëgohen. 2 martohen, 100 tërbohen. Edhe kjo ka mbetur në ditë të sotme. Shohim pak tani, fillojmë me punën e kuzhinës. Madje me që jemi te kuzhina, dikur dasmat nuk bëheshin për lokale, gatuheshin në shtëpi, ekipi fisi, kush dinte më mirë të gatuante, ishte një allakati dhe një lodhje jashtëzakonshme. Tani çdo gjë është shumë kollaj dhe po.
Edhe dasmat bëheshin edhe në shtëpi, gatueshe për të ftuarit, merreshin borxh, karige, lug, pirujnë pjata nga gjithë komshinët dhe njerëzit anë kënd. Gjithsesi, janë shumë të bukura traditat tona. Shohim pak produktet e recetës tonë të parë, çfarë përmban ajo dhe si do ta gatuajmë e ndjekim hap pas hapi. Është sheqerparja apo çfarë emri tjetër? Ose tatli, tatli e Stambollit. Tatli e Stambollit, tatli Stamboli apo sheqerparka? Ma ke bërë këtë titullin sheqerparka. I kam përshtatur në Korçarçe. 1 litër e gjysëm qumësht, 2 bustina sheqer vanilje, 400 gram miell ermik, 8 vezë, 3 lugë supe sheqer pluhur, 100 gram gjalp i tretur. Sherbeti përmban gjysëm litër ujë, mojti 1 qeskë sheqer vanilje, 600 apo 700 gram sheqer. Më kemë sikur është në një recetë kështu e shkruar nga një korçare. 3. Sheqer pluhur. Na ke marrë me të mira sot, si me të ëmblën e mëngjesit, ashtu edhe me të shkruarën e recetës që ke shkruar në dialekt. E kaloj këtu. Plurin edhe vaniljen këtu tek tasi. Tu kam gjalpin. Më duhet diku te 100 gram gjalp. I kam darë i kam grupuar. Këtu kam sheqerin, sikurse dhe, vaniljen që ka këtë ndryshimin e ngjyrës, gjë që unë do ta bëj pak më vonë sherbetin. E kam këtu pa largoj se nuk do ta bëj që tani. Largoj gjalpin dhe qumshtin. Më duhet të kem 400 gram miell. Si që ka ti ke më lër mua në dorë, 400 gram miell misri i verdh i imët. Pra kjo është e gjitha në total 1000 gram. Ne do marrim 400. Sa mbeten Albana? 600. Ama ka ca syt ka. Ju shikon, me mbledhje, me zbritje, të tëra i thanë, të tëra. Te nga që ke thënë që kishe qef matematike, më rëndaj pyeta, po ka edhe ka null fare, jo. Ja dhe 100 gram të tjera. Apo më shef bjonde dhe me ndohë se bjonde të kanë të Jo, moj, që është ajo? Tash që di. Ma di se dikush e kanë nxjerrë këtë shpreje. Shikon. Në rregull, ja dhe pak. E ke fix 400, sepse si e llogarita thonë ju, kam ndonjë sy të mpret, po kam këtë shiritin këtu transparent që më ndihmon. Dhe bëni shumë kollaj përpjestimet. Këto mbledhje zbritjet. Qumshtin, nëse e keni ngrohur shumë, eftojmë. Nëse eftojmë duke shtuar. Pak qumësht të ftohtë ose ujë të ftohtë. Shtojmë miellin gradualisht dhe normalisht kam dhe vaniljen këtu. Dhe ndihet dhe aroma e vaniljes gjatë trazimit. E hoqa nga zjarri. Ja hoqa Prometeu dhe ja dhash Albanës zjarrin. Presim se ka dhe pjesa e sherbetit që do t'i shijojmë deri në fund, do të ftohem paksa dhe gati për të qërasur, gati për t'i provuar. Apo nëse kemi ndonjë rast të mirë familjar, se bep. Çka mos duhet edhe më shumë? Më duhet më shumë, po më vonë atë më shumë. Sepse këtu do ta lë që ta punoj. Po. Nëse do t'i shtoj tani duke që të shikoj që brumi është të përgabim, rëndohet derisa unë të trashet. kem të rëndohet, më pas unë të shoj pjesën tjetër, sepse unë kam qumësh më tepër, kam një shishe qumësh. Nxehtësin pakës më shumë. Ndërkohë sa ndodh ky Masën e proces, gjalpit. siç e shihni, procesi ka nevojë për pak terezi për ta trazuar derisa të rëndohet teli. Ne ju ftojmë që në këtë minutazh ju të na telefononi, numrin do ta keni sërish në ekran, po përgatisim tatli Stambolli apo sheqerparka. Bashkë me këtë recetë do të donim komentet tuaj apo
një moment për ta rrëfyer mes nesh sa i takon dasmave. Nga ana telefononi, si janë traditat dhe zakonet në zonat tuaja, në qytetet tuaja, në fshatin ku jetoni, çfarë ka mbetur, çfarë kujtoni, çfarë është diçka e veçantë që sot nuk praktikohet më. Sigurisht që edhe sot është modernizuar çdo gjë. Gjërat janë bërë dhe më të thjeshta, por ato pak tradita, ato zakone që kanë mbetur sigurisht janë të bukura për t'i rikujtuar. Shumë sot nuk bëhet më paja, se çiftet bashkëjetojnë dhe kanë mbushur shtëpinë para se të martohen. Po ka qenë një gjë më e fuqishme. Paja fillon dhe që në moshë të vogël të... Që në 8 vjeçare, sa mbaron mendonte 8 vjeçare, mamaja për vajzën. Ne bënim qëndisjet, bënim rrugicat, rrugicat, thasët, punën me grep, punën me suvajka, të gjithë. Por, kur të sillnin një komplet pjatash, pjata do t'i çoje, ato do t'i ruaje, ato pjata që të kishin sjell, ato do t'i çoje. Do t'i përdori ato? Do t'i përdori, apo do t'i bëri palë të tjera? Të lira po i çoj. Të shtrenjta nuk të sillte asnjëri. Atëherë heq telin. Pra, edhe dhuratat në diku kanë qenë sende për shtëpinë e re. Po. Sot janë e punoj, ja. Para, me zarf. E punoj derisa mua mos të më kokrizohet masa. Ullë nxehtësin. Derisa të përthiten lëngje, derisa të jetë një masë. Duhet punuar pak tani se është pak e mundimshme, pak e lodhshme. Tash pra që mos të kokrizohet. Të jetë e tillë. Nëse luga është bish gjatë, është akoma dhe më mirë sepse punohet me bishtin e lugës. Janë disa receta. Kur të lodhesh më thuaj t'jap një dorë. Po bë bello humet më duket nga procesi. Përse jo nuk e refuzoj këtë gjë që më thua, të më japësh një dorë. Urdhëro. Ajë sa të mundem, do ta trazojmë dhe derisa të bëhet një masë e plot. Ja unë të shtoj edhe ujin tek sherbeti. Masa është e shkëputshme. Në këtë formë edhe e ftojmë pak duke e punuar. Shmangim edhe kokrizat. Me ftojen e kësaj kuptoj që shkëputet më kollaj, nuk ngjitet në tenxhere. Është deri në atë pikë që ty dora të lodhet më tepër. Bëj një larje të telit. Pra, ty do të merresh tani me sherbetin? Si është ajo? Sherbelo, apo sherbeto? Sherbeto. O të keqenoe. Në shkon shumë mirë kjo ëmbëlsira me temën që kemi zgjedhur, me atmosferën. Dhe shpresoj dhe me atmosferën e familjeve, të zonjave që na ndjekin. Do të shtoj vezët. Aty e liron me mirë shumë. Maj, mos kopjok te, bëja të liron shumë mirë aty. Të lumë shëndua se shumë mirë këtë. Ja, të shofim se na erdhën dasmorët. Përshëndetje na erdhi një telefon. Mirëmëngjesi. Si jeni goca? Shumë faleminderit, jemi shumë mirë. Juve si ju kemi, nga na telefononi? Nga Elbasani për bukurim me bashkë ballkumin që përbane të. Të falenderojmë shumë. Ishi duke na ndjekur, unë shtrova një pyetje. Jo, falenderoj unë që na dilni ju për para. Nëjësia është e përbashkët, pra. Albana pak më madhe, ti e më vogël, unë jam mesatari. Unë jam gocë e madhe fort. Unë jam gocë e madhe fort. Ka zatë amur kërë që shumë Albana. Po shërbetos pare. Tani na thuaj zotëri, diçka në lidhje me dasmat.
traditat, ato funksionojnë. Ka dhe qitës, si thasë ju, që janë marrëdhënie jashtë martese, por janë traditat, janë realitet. Për shembull, në Elbasan, më thuaj një traditë e veçantë e dasmave. Një zakon i bukur. Po, duke fillu nga etje, djenë të dielën, A hengu i mas. bot një dak brumi e pa pame. Po. Masanaj, uniforma e bukur që është sezonës shpatë, prap një mrekulli e veçantë. Se kështu me detaje nuk i ditë gjithën, po nga jo si u ndjek ju e për ditë, se kam qefi si guzhinë dhe... A i momenti i marrjes së nuses, për shembull. Jo, s'ka ma bukur, po ta ma shme kala ma mirë akoma. Me çfarë? Me kal. Me kal, po dikur i merr një nuset me kal, edhe kjo është një detaj i veçantë i marrjes së nuseve. Jo, janë akoma ta detaje të na zonët e lata. Jepi. Po. Tjetër? Tjetër. Fustanellat, këto veshjet popullore. Veshjet popullore. Janë mrekulli vërtet. E qara e nuses, që është e përbashkët në të gjitha. Urda? E qara e nuses. Nusja duhet të qante kur martoheshe, apo jo? Me oj. Qashën, hisën, urisë, që, karamela. Thoshte shketa, o bo qa më pret. Ishin të gjitha këta detaje. O bo qa më pret. Unë ju moja për qef më shumë se ju ndek për ditë. Po, të falenderojmë. Kam në sikur kasmiu, gjithmonë. Shumë falenderoj. Edhe ne kemi kënaqësi të dëgjojmë. Sigurisht. Të falenderojmë shumë për telefonatën, vazhdo të na ndjekësh, sidomos edhe në pjesën e bisedës, se do të pëlqej shumë për sa i takon kësaj nostalgjie që do të sjellim sot në program të ritualeve tona të bukura të dasmave. Faleminderit shumë, Elbasani. Na telefononi, na tregoni pak momente nga dasma juaj. Besoj se e keni realizuar një dasmë, për edhe ato që se kanë realizuar kanë qenë në një dasmë, në familjen e tyre është bërë një dasëm. Ja, ta shtojmë këtu tani. Ja, është e shkëputshme, kollaj. Është bërë gati masa e brumit. E nivelojmë aty pak dhe tregoj momentin e dytë të recetës. E lëm të ftohet pak, po. Por unë të shtoj edhe vezët që të kemë mundësi ta punoj. Mirë. Të kemë mundësi ta punoj. Shtojmë edhe vezët dhe e trazojmë. Deri këtu po e lëm momentalisht tatlin apo sheqerparkat, me këtë emër i kemi sjellë sot, kemi shtuar një 8 kokra vezë nga Ovital, dhe rikthehemi pas kësaj shkëputje momentit promocional për ta vazhduar recetën në shumë e shkurtër shkëputja, kështu që ju presim menjëherë për të telefonuar dhe për të na treguar rreth temës së dasmave. Ja tek erdhëm shumë shpejt, gati tani për të vazhduar me punën dhe për t'ju pritur juve të telefononi për të na rrëfyer rreth temës që kemi hedhur sot për diskutim. Nëse e kemi telefonatën, e mirëpresim, nëse jo, unë po bëj një kafe, Albana të ndes kafe ekspresin. Se mos mendoni se u shplodha, jo, u lodha më tepër. Ja, ta vendos një kafe që të na ecim punët paralelisht me shikueset tona. U bëj një masë një trajqme, mori një ngjyrë sigurisht më të verdhë për shkak të vezëve që shtuam, po ashtu edhe për shkak të mjedhit të verdhë. Hoqa lugën e drurit, se luga e drurit nuk e punon dot. Ngjit më shumë, rëndohet më shumë. E përzijej mirë, dhe normalisht do më duhet që ta ftoh pak saj, o pe largoj. Shikon derisa fillon edhe bëhen këto fluskat. Po. Normalisht që ta ke mund që të ftohet, duhet të vendos një membran që mos të zër kore, por kjo është pak mbas ftohjes. Jo tani. Nëse unë dua ta ftoh, shtoj pakës shumë pak miell, dhe sërish të punoj.
Me të mbaruar. Që arome mirë që vjen kjo kafja. Divino sot. Me kapsula Divino, nisim ditën me energji. Përshëndetje, në mëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Të dëgjoj me dashur nga telefonon? Nga Tirana. Nga Tirana. Tani përveç recetës që jemi duke ndjekur paralelisht, apo jo, duam të dim në një zakon, në një tradit të dasmave. Ju keni bërë dasmë? Jeni martuar? Kam bërë dasëm. Po, jam martuar, kam vajtur nuse në fshat. Ulja zërin. Kam vajtur nuse në fshat dhe kur më sodhën fustanin e bardh, Po? kur sodhën fustanin e bardh, nuk kishte atere se me nxie gjetën dhe kanë hequr perden e dritares. Edhe ma ka më këtu në kokë. Ti u mërzite për këtë, apo doje një fustan të Pas mirë? të ishi 4... Jo, ashtu ishte ko atere. Po. S'kishte. Më pas që ndodhi? Edhe kur ula tje përbal dhe pas të i kishin 4 dritare në shaf. Edhe pas që një dritare ishte bosh. Ishte perdja, ishte ajo kortina që të kishin vënë ty në kokë. Si velo. Po, velo, atë më vonë, se s'kishte. Mi po kishte lezet çdo gjë, aman. Pa tjetër, kemi tradita shumë të bukura të dasmës. Ajo pjesa e të qarës, ajo pjesa e të qëndruarit, pra të nusëruarit, në qoshen e salonit të shtëpis, teksa vini njerëzit për vizit. Që të mpieshin këmbët. Si bëjë, që kur kam nusëruar, mos kam nusëruar. Po, unë ngriu Kur takoheshim, po, njerëzit. Kur hyrin e dili plakat, Do qaje më shumë. hyrin e dili plakat, duhet të uleshe të ngrieshe në karike. Po, pa tjetër, për të respektuar pranin e tyre. Më kujto një këngë që të kanë kënduar teksa të morën për nuse. Ishin këngët e fshatit aty atëre. Mban më ndonjë këngë? Po, atje poshtë tek neta. Ma këndo pak. Atje poshtë tek neta, moj valo, valineta, moj valo të kisha thëna, moj valo, valineta, mos më dilë natën paherna, moj valo, valineta. Sami që kërcen, Sami që këndon se. Sami që dëgjon për mua. Tani unë po të dëgjoja me vëmendje. Unë jam lape. E di pse po të dëgjoja me vëmendje se më interesonte mesazhi që përcilleshe përmes këngëve. Pra nuk ishte vetëm kënga, muzika, apo ajo që gratë këndonin për ta bërë nusen për të qarë, po ishte edhe mesazhi, për shembull, moj valo, moj valeta, mos dil natën pa hënë, për shembull, siç ishte kuptimi i fjalës, një porosi që i jepeshe nuses teksa vajzës teksa e merrnin për nuse. Po ti dëgjosh të gjitha, kanë mesazhe, kanë një tekst aty, kanë një këshill, kanë një urtësi, një shprehje të bukur. Për shembull, rasti i kësaj vajze që po i këndonin që Valo Valeta, për shembull. Moj Alban, moj Albanita, për shembull, të këndonin ty. Të përshëndesim, faleminderit shumë për telefonatën, edhe për kujtimet që na solle nga dasma, që nga perdja, kortinat e dritareve deri tek kënga që i kanë kënduar zonjës në dasmën e saj. E lë të ftohet. Na telefononi, jemi shumë kurioze. Më pëlqen shumë të kërkojmë. E nusere, mi nusere. E po të shkojnë lotët rëkere. Ikam. Doje s'doje, do qaje. Përshëndetje. Përshëndetje.
Mirë se erdhe, kënaqësi që dëgjohemi bashkë. Nga ju kemi? Nga Tirana. Nga Tirana. Jam trego pak për dasmën tënde nëse ke bërë ndonjë detaj që të ka mbetur në mendje, ndonjë tradit, ndonjë zakon që do të na e mësesh? Unë me origjinë jam nga Kruja, po rri këtu në Tiranë. Dasmat e Krujës janë me nam. Me shumë zakone të bukura. Unë, kur jam martu, unë kam ikë në majë të kalit. Ti je një nga ato nuset që e marrë me kalë. Pa. Ma rrëfe pak atë ditë nëse të kujtohet. Si ndjeshe ti, çfarë të veshën, çfarë ceremonie u zhvillua? U vesha me robe kombëtare. Edhe vam dashëm ke shtëpia ime edhe atje ke burrit. Pra dasma u zhvillua në shtëpi, aty u gatua, aty u përce? Në shtëpi, pa. Ishte... ke shtëpia gocës nuk u kërcete, nuk u knote. Po, vetëm të djalit. Vetëm qashin. Vetëm qanit? Qanin për gocën. Goca qante edhe ati. Po qesh tani ti se atëre nuk qesh i dot. Unë nuk kuptoj pse qanin gocat kur hikri nga shtëpia nonës? Se tash ato me dëshirë martoheshin, heqim rastin që nuk donin për shembull. Këtë se kam kuptuar asnjëherë. E kam pyetur. Ishte si traditë që të vinte keq. Qanin se të shkonin te dera. Jo, nuk është puna, po ishte puna që je do dali herë për gjithmonë nga ajo shtëpi. Po. Atë mos e thuja Dere botës vajza. Vetë ke qarë dhe qaje se të këndonin dhe duhet të qaje, apo qaje se të qashe? Vërtet? Jo, qaja se më qashe se isha të nda me njerëzit me ikë një shtëpi tjetër të huimi fjarë. Edhe kushe di kur do ktheheshe në shtëpi, se nuk vinin kështu si shduam ne tani, të nesër me shkon të mami. Ishte një kurbet i vogël i përjetshëm. Një kurbet i vogël. Jo. Atëherë kur kthehesh, do të kthehesh si mik, nuk do të kthehesh më. Si vajza e shtëpisë, e qartë, po. Por çfarë këngë të kënduan në dasmën tënde, që të bënte për të qarë? Jo, aty nuk më kënon atje, pra nuk këndosh atëherë na kur dilte gota. Pra në dasmën tënde, në shtëpinë tënde, ditën që do të merrnin për nuse, tek shtëpia e bashkëshortit tënd, aty kanë qarë gjithkohon, pra nuk është e kishte këngë dhe gëzim. Aty qaheshe po thua. Ke njerëzit e mi me këngë dhe ollën pritëshin atje ku kom shku. Po, ndërsa tek familja jote? Shashin, kur hika unë të gjithë shashin. Interesante. Po për pjesën e pajës, ke marrë pajën me vete? Pa tjetër, po. Pastaj me kalë, kush të shoqëroi te shtëpia e burrit? Me shoqërun Kryshit. Jo, nga familja jote nuk erdhi njeri. Vetëm një gru. Vetëm një gru duhet të vinte nga fisi jot. Halla, u shute Krushka. Krushka. Po. Pastaj shkove tek shtëpia e burrit, aty tjetër atmosferë, aty këndoheshe apo jo, të pritën me harem. Kena shku 2 nuse për herë. 2 nuse për herë në një shtëpi? Pas, 2 punata. Interesante kjo. Po? Brenda ditës, në të njëjtën ditë u martuan 2 vëllezër dhe erdhën 2 nuse. Po, jena takum rrugë në të 2 nuset edhe kena shku për herë. Shumë interesante. Shkuat më pas të dyja nusëruat në të njëjtën dhomë apo në dhoma të ndryshme? Po, të dyja. Një rrugë e 2 punë? Po. Po, të dyja në një dhomë. Edhe ndieshe pak kjo konkurenca se po pyesi këtu. Kush ishte më e bukur? Po, ajo tjetra ishte pak më mirësur. Ashtu sa modeste që je, këtë se vërtetojmë dot në tani. Po, ti do kesh pas shpirtin më të mirë se ajo, sepse ti të vërtetën. Sot si keni marrëdhëniet për shembull me kunatën, nga ajo dita që u martua dhe qëndrua dhe nusëruat në një dhomë?
Shumë mirë, më konatën shumë mirë, kena një 8 bashkë. Jetuat në një shtëpi dhe më pas tani jeni më vete. Pa tani unë kam marrë në Tiranë, ajo është atje mi fjallë, po jena nda mas 8 vjetë, se unë jam 70 vjetë që sot. Edhe i qinti shala. Tani, pasi nusëruat, ndenjet në shtëpi, kërcyet, gjitha ato traditet e tjera, erdi momenti të nesme si çarçafit. Nga cmoje pak ti Albana. Po thuje pra shkretën 2 çarçaf, apo... Ajo, po t'ishte një çarçaf ishte me hile, se janë 2 nuse. Janë 2 nuse, pa tjetër. Por, ka pasur nuk i dja e kanë në zonën e tyre këtë tradit, për të nderur çarçafin të hënën në mëngjes. Ka pasur dhe hile. Jo, të hënën mëngjes, ne kena në të dhe të hënën për nuse gjithë ditën, të kënu të kërcyje të dashmorët. Po. Shisa nëzet që është. Pra, kjo pjesa e ritualit të nderjes së çarçafit ishte në zonën tuaj? Ja. Nuk diskutohesh e kjo pjesë? Ja. E kuptova. Të falenderojmë detaje shumë të bukura nga Dasma, aq më tepër që ja po shohim për herë të parë, po dëgjojmë, ndoshta ka dhe raste shumë të tjera, se ne këtu për shembull në këtë bisedë, hera e parë që dëgjojmë që 2 nuse shkojnë në të njëjtën ditë, martohen bashk dhe sot të kësaj dite jetojnë dhe gëzojnë me njëra tjetrën si 2 kunata. Të falenderojmë për historinë tënde, edhe pse shumë shkurt, por sado ne i marim, i kuptojmë mesazhet. Që ishte ajo e hileve, se ti i lëshon këto sheqerparkat kështu? E më kështu, kur tha, s'kisha bërë në një herë, ta hodha dhe një letër poshtë derës. Po normalisht, kishte edhe femra që u kishte ndodhur një fatkeqësi në jetë. Por, e kisha dëgjuar këtë gjë, dhe pse djemët përpiqeshin që të justifikonin virgjërinë e vajzave. Dhe shumë i kanë bërë. Okej, më jep mua tani të vendos sheqerparkat dhe merremi me pjesën tjetër. E zhyt në kështu siç janë, po, nga brumi, se u morëm pak me temën sot, po. Tjetra, unë s'ka problem. E justifikoj mirë se ishte temë e bukur. Pra, sheqerparët, luajm pak me gjalp dhe i vendosim për tu pjekur. Ndërkohë Albana ka nisur supën. Unë kam shuar yndyrën këtu, prandaj dhe e lash tenxherën, është një tenxhere rënd, e gatuan shumë mirë, por do pak më tepër nxehtësi. Dhe perimet, kam qepën, karotën, pataten. I kam prerë në kubik dhe direkt do t'i shtoj në tenxhere, në yndyrë. Çfarë është kjo? Është një supë me perime. Supë me lëng kockash. Bukur fort. E kam zier dhe mishin. Shumë bukur. Sa ato të karudisen, ne falenderojmë bashkëpunëtorët. Bukur fort. Rikthehemi pas reklamave. Ju ndërkohë vazhdoni të na ndiqni dhe të na telefononi në pjesën tjetër. Mirë se u rikthyer, jemi në kuzhinën tonë, po vazhdojmë të përgatisim supën me perime. I kushtojmë pak vëmendje tani momentit të përgatitjes së saj. Pataten, qepën, karotën. Po. Kaudisin. Kam shtuar në kaudisje, kam shtuar orizin. Orizin e kam parazier që kem si para pri kohës. Kur nuk zjet, njësoj shtohet, kaudiset, dhe më pas shtoj selinon, pra që i kam prerë të një matësie. Do të shtoj salsë. Unë kam salsën e djeshme, që thashe kam domate, panxar, speci kuq. Shtoj lëng kockash, lëng mishi. Derisa zbus atë zhurmën që kërcet. Ansoren, do të shtoj mas piperi, si kurse dhe masën e kripës. I trazojmë dhe... Nuk do ta mbush që të më kaloj mbi sipërfaqen, shumë pak. Isa sa të jetë me perime dhe niveli perime dhe lëngu ujit. Këtu kam një limon. Ja, kështu pra i vendosëm një supë e shpejt e thjesht, supat janë një nga e shtoj tek pjatat që nuk duhet të mungojnë asnjë sezon. Lëngu i mishit që kam përfituar.
Sot ja shtosh nga fundi, besoj, kur të zjem pak perimet. Së bashku rendisim produktet superimesh me lëng kockash. Shumë e shëndetshme. Perimet, kockat, të duhet një qep, një patate, një karot, një deg selino, 80 gram oriz, 1 litër lëng kockash, lëng limoni, piper kokër, një domate, një lugë gjelle salce koncentruar, majdanoz, krip, piper i zi. I vendosëm fillimisht perimet të ngrohen, të zbuten, të karudisen pak, duke shtuar pastaj edhe orizin, edhe tomaten. Tani do të shtojmë edhe majdanozin, sepse i kemi lënë për nga fundit i shtojmë bimët aromatike që të qëndrojnë aromat, po ashtu edhe vlerat e tyre. Tani është sezoni ku të gjithë mundohemi që të fuqizojmë trupin, imunitetin përmes gatimeve tona. Shikojmë tani që niveli bie. Shtoj lëngun që kam bashkë me limonin. Më duhet që avash e shtoj këtë ujë, po, përse e shtova? Sepse nuk do ta përdor më atë majdanoz, por do ta lë për ujë detoksi. Ashtu siç është. Më pas e kulloj, më pas. Po. Është shumë e mirë për ujë detoks, është shumë e mirë edhe për gatimet e tjera. Kam vendosur gjalpin që të më digjet paksa. Shtoj majdanozin. Sa majdanoz? Normalisht një tuf ose një lugë plot me majdanoz të prerë imët. Jam shumë e sigurt që ka nevojë për krip, sepse kam shtuar masën e lëngut. Unë faktikisht kam edhe masën e mishit. Ja, për shembull. Mishin që zjem me gjithë kock. Kock mish çfarë të doni? Ja ku e kam. Që mund t'ja coptojmë. Shumë mirë, mund të marr vetëm një pjesë. Siç e shikoni të yndyrshme. Një masë e yndyrshme. Këtë vaj na duhet më e kaloj diku këtë vaj. Që mund t'ja shtojmë nga fundi pak për aromë në fund fare të supës, në pjatë. Kaloj masën e yndyrshme të mishit. Pra ato dhjamushkat që themi ne. Pra dhe te kockat, se kockat nuk do t'i vendos vetëm kocka pa mish ose pa dell për shembull. Ato kanë shije kur ne skuqim, do të shtoj shumë pak vaj, shumë pak gjalp, sepse më duhet, kaq. Më duhet jetë kjo djegja. Ja, derisa të fillojnë të dhjamushkat, të fillojnë të mbajnë atë ngjyrën kafe. Nuk do shtoj dhjamushkat, do shtoj yndyrën që t'i japi atë shijen akoma dhe më të veçantë. Tani për shembull filloj të lëshoj aromën, dhe kur lëshon aromën do të thot edhe për pak dhe ti mua mos më di që Albana kije mendjen këtu. Nësa të marrim aromën dhe ato yndyrën që do të lëshoj ajo copës. Një lugë, 2 lugë për shije dhe aromë. Dhe supa, duke qenë se dhe perimet ishin të prera në copë në kubik. Dhe lë, derisa kjo dhjamushke vogël të tretet fare. E marrim dhe shumë mirë ne mund ta vendosim në kubikët e akullit. Në kubikët e akullit, pra unë e lë të bëhet, normalisht duke shtuar edhe pjesë të tjera të majdanozit. Ja ku i kam, çfarë mua nuk më duket këtu, duke i kaluar, ose duke i kaluar të gjithë të blender, duke i shtuar me masën krip, piper, ne kemi ne ndonjë nga këto të akullit këtu?
A, e kemi plot atë, për ta vendosur majdanozin, po thua? Po. Format e akullit? Pra, vendosim majdanozin. Ja, ti tregoj pak këto sheqer parkat që do të mbulohen pastaj me sherbet? Po më duket se duan dhe pak, shifi? Edhe pak fare. Marrin dhe pak ngjyrë, po meqense po shifja që po mbaroni minutat dhe thash të tregojmë pak zonjave tona. Përpara se ta vendosim sërish të vazhdojnë procesin e pjekjes, që do të jenë diku pak më të errta, do të jetë më e kuqeremt pjekja e tyre. Më pas do t'i shtojmë sherbetin apo jo? Sigurisht që nga sherbeti që do t'i shtojmë ne, ato do të rrisin volumin e tyre. Jo, atë këto janë... Mirjan? E duan dhe pak. Atëherë vetëm, jo në rezistencë, vetëm në ajër. Në ajër. Pra, kam këtu, vjamushka që unë i kam zirë të kuj dhe në gjallë. Do të shtoj majdanozin. Do të shtoj masën e kripës. Do të shtoj masën e piperit. Një përzierje. Po të dua, unë i kaloj të gjitha këto në blender, dhe si që është, e lë pak sa të ftohet dhe e vendos në kubat e akullit, në formën e akullit. Në format e akullit. Dhe në çdo gatim, unë shtoj nga një kub të tillë. Po. Pra, asgjë ne nuk lejmë të na shkoj dëm. Siç kemi vepruar një herë tjetër me gjalpin edhe me majdanozin, më duket, që i kemi bashkuar me njëra tjetrën copza të vogla, i kemi vendosur në kube dhe ne i kemi mbaruar, sigurisht që ja kemi shtuar gatimeve tona. Të njëjtin gjë mund të bëjmë me lëngun e kockave, me kombinime të tjera, për shembull, të cilat na shërbejnë në gatimet e mëpasshme. E lëm dhe supën të ziej, fillon me trashe, ka vash, dhe duhet jetë jo me shumë lëng, me pak fare lëng, që ne po të duam, ne shumë mirë e konsumojmë edhe e copës buk misri. Po. Ose buk të thekur. Të lumshin duart, ne përfunduam këtu me gatimet tona, do t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli. Do të shihemi pas pak, do të flasim për dasmat që kundër e theksuam gjatë bisedës. Sot do të flasim për dasma. Dihet që dasma është një nga kulmet e jetës së çdo individi, që jo vetëm bashkon dy zemra, por mbi të gjitha është një trashëgimi e kulturës dhe traditave tona si komb. Dikur dasmat organizoheshin me shumë rite të shenjtëruara dhe zgjasnin 3 deri në 1 javë. Kishte shumë tradita, shumë rite, zakone, edhe pse në ditët e sotme këto kanë filluar të zbehen, ato janë një kujtim i gjallë i trashëgimisë së një kombi. Pra, do t'i konsiderojmë dasmat jo vetëm një ceremoni të bukur që lidh dy zemra dhe për t'i vlerësuar, le themi, për të gjithë ata që vendosin të zhvillojnë dhe të organizojnë një dasmë në jetën e tyre për ta partur si kujtim, por ne do ta quajmë jo vetëm një ceremoni, por një trashëgimi e gjallë e traditës së një kombi. Është një pasqyrë e rëndësishme e fytyrës së një kombi. Do të flasim për zakonet dhe traditat e dasmave ndër vite, ato tradita që ndoshta ditët e sotme dhe janë haruar. Jam në studio me zotin Skënder Allkoçi, mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam në Reze Dielli. Faleminderit gjithashtu edhe për mua. Faleminderit juve. Zonja Natasha Mio, mirë se erdhe, dashur Natasha. Mirë se Judita dhe faleminderit shumë. Është kënaqësi kur vi ke ju. Zoti Ridvan Koliçaj, mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni këtu me ne. Mirë se u gjeta, kënaqësi dhe për mua. Një pyetje të shkurtër për të tre përpara se kaloj te një sert për mbledhës. Ju keni bërë dasëm tradicionale? Unë kam bërë dasëm tradicionale. Do të na i rrëfesh me detaje. Zoti Skënder juve? Po. Dasëm tradicionale? Dasëm tradicionale, të treve të Shqipërisë. Qa viti ishte dasma juaj? Ka qenë shpet, nga 82-shi. 82-shi. Zoja Natasha, qa viti? Unë jam martuar në vitin 1973. 73. 52 vjetë martuar. Ridi? Ne kemi bërë një dasëm po ju me këto traditat e vjetra të respektuara. Në 2017. Në 2017. Mirë, ne kemi përgatitur një material, një sert të shkurtër që na fut pak në atmosferë, por për ato rritet e zakonet e vjetra, dhe do të rikthehemi për të diskutuar dhe për t'i kujtuar si një lloj nostalgjie për gjithë ju. Dasma, kjo feste madhe, e cila ndër vite ka humbur shumë nga tradita, mbetet një ndër momentet më të bukura të jetës së njeriut.
Por dasma është edhe kulturë dhe traditë e një kombi. Ceremonia dhe ritet në vendin ton kanë qenë të shenjta. Martesa në traditën e dikurshme popullore shqiptare është konsideruar nga zakonet më të dëshiruara. Një zakon gëzimi. Dasmat e dikurshme tradicionale zgjasnin 3 ditë e net dhe organizoheshin për të marrë nusen ditën e hënë ose të enjten. Të martave martoheshin vetëm të vejat dhe më së shumti me 7 krushq. Por tashmë në kohët ku jetojmë nuk veprohet më kështu. Të gjitha ditët e javës janë edhe ditë dasmash. Stinët më të pëlqyera të traditës për martesë ishin vjeshta dhe pranvera. Një traditë tashmë e tejkaluar pasi dasmat bëhen gjatë gjithë vitit. Dasmat tradicionale organizohen në shtëpinë e dhëndrit dhe kënaxhexhi në shtëpinë e vajzës. Tashmë dasmat organizohen në lokale publike, ku marrin pjesë burra dhe gra, por sipas traditës, dikur organizoheshin në hapësira të ndara. Marrja e nuses me qere të mbuluara, pothuajse është një e shkuar. Nusja tashmë merret me automjet, ndërsa mënyrat e organizimit tashmë kanë ngelur si forma më tepër simbolike se sa reale. Përgjegjës të dasmës dikur ishin bajraktari, plaka e kerrit, djali i kerrit, shpërndarja e drithrave dhe e sheqerkave, kur niset vetura e nuses nga shtëpia e vajzës dhe në ardhje të saj në hyrje të oborit të dhëndrit, në çastin kur zbret, thyerja e rrugës nga krushqit, shoqërimi nuses nga vëllezërit e saj në shtëpinë e saj, derisa ta hipnin në makinë, grushtimi i saj 3 herë në shpinë nga vllai, vaji nuses, zbritja e saj nga vetura me këmbën e djathtë dhe e shoqëruar nga kunetër apo vjerri, shkelja e një objekti, bujqësie, hyrja në shtëpinë e dhëndrit me këmbë të djathtë, si dhe prekja 3 herë me dorë ballit të derës e të tjerë, ishin disa nga format më të përhapura në traditën shqiptare. Sot shumë tradita kanë ndryshuar. Megjithatë, sa herë kthehemi të shkuarës, gjithmonë më shumë na pëlqen ajo. E kjo do të thotë se duhet të mundohemi ta ruajmë traditën. Tradita ndryshojnë nga veriu në jug dhe ne prandaj jemi këtu që rriti të na përfaqësoj pjesën e veriut me traditat dhe rritet e dasmave, zonja Natasha për pjesën e jugut juglindjes dhe zoti Skënder të pjesa e dasmave tironse. Ta nisim me zonjën Natasha, më trego pak për dasmën tënde, këto rritet dhe si niste dasma. Dasma ishte gëzimi i gjithë fisit. Kur fejoi vajza, caktoi dhe koha kur do të martohej, jo data, se data mund të ndryshonte dhe që gjunaf, nuk ndëroi data. Po u fejova unë dhe u caktua që mbas një viti në Korrik, në 14 Korrik, do ta martojmë Natashën. Dhe të gjithë prisnin të vinte 14 Korriku që të bëj dasma. Dasëm tradicionale, dhe duke i patur njerëzit e babait në Vlorë dhe njerëzit e nënës në Tiranë, u bën afër 100 veta, dhe dasmat bëheshin në shtëpi. Në shtëpi, unë isha në një qytet të vogël dhe gjithë qyteti u bë hotel për të gjithë njerëzit. Dhe u hapë, u lirua gjithë shtëpia që të uleshin njerëzit për të bërë dasma. Fillonte që ditën e... Ditën e hënë fillonte dasma, bëj një buk me qiqer në familje dhe kush vinte për vizit, halla, tezja, nusja dajës, të gjithë sillnin në një buk me qiqer. Ishte tradit që sillej një buk me qiqer. Qa bëheshe kjo buka, pas të shpërndaheshe të këtë tjerët për të konsumuar në darkën e dasmës? Në dasëm, po ata, kjo themun ka qenë një metodë ndihmëse për të njerëzit. Fillonte të hënën dhe caktoi që nga fisi një kryetari dasmës. Xhaxha i madh ose daju, ai bashkë me baban tim që do të udhëhiqnin dhe do të drejtonin dasman. Basi filloi dasma, të enjte. Pra të hënën çfarë ndodhte? Të hënën apej paja e vajzës. Tregoi paja e vajzës dhe fillonte kënga. Dhe për të kënduar, caktoi një njeri që do të hapte, për shembull, xhaxha im i madh këndonte bukur dhe i thanë që ti do të hapësh dasmën. Ndërkohë silleshin edhe orkestra në shtëpi? Jo, unë jam martu pa orkestër. Këndoi kënga lapçe simbas qefit dhe të tërë vendi tundej. Të gjithë këndonin, të tërë brorisnin. Shikueshe paja të hënën, filloheshin këndoheshin. Hapej paja në dhomë të mamase, atje s'kisha ku ta hapnin. Dhe do ta shikonin njerëzit, më shumë vinin vajzat, shoqet, halla, tezja. Një paj që kishte vite që përgatiteshe nga familja. Po, paja fillon dhe që ashtu, po unë nuk kisha në një paj shumë të madhe, që të them që
Tani, më thej që këndohesh e këngë lapshe, i bie keni respektuar traditat Ne e traditat lavdora. Po. Me origini kam nga Tepelena, nga Lekli dhe nga Peshtani babam, po zbritur në Vlorë dhe në Tiranë para lufte. Dhe ju respektuar këto tradita. tradita. Dhe ashtu këndonin. Për shembull, ta kaloj një çikës një pjesë. Kur kam dalun nga shtëpia, mamaja më ka kënduar. Moj natash bazë benetike, ishe cup u bëre mike. Ka përdzeve 2-3 shkallë, ishe cup u bëre hallë. Halla, do me thënë qasho. Tani, këto të bënin për të qartë këto këngët? Kam qartë. Se edhe qara ishte një lloj shprehje diçka. Ajo vetë të qartë se është emocioni i martesës. Pra, do më thënë, nuset, qanin dhe qanin mirë. Qanin mirë, nuk qante se qenë të detyruara, po qante të dilte vetë ajo, se ti e jetoje atë që ti nuk do t'i ishe më. Vajzë, bitë, po edhe tekstet e këtyre këngëve të madhëngjenin pak. Ditën e enjte, sillej fustani bardhë dhe merrej paja për të vajtur tek këdandri. Dhe mua më erdhi kunata që morën pajën dhe gjithmonë shoqëroj me një djalë të vogël. Brenda në paj, orizi, karamelet ka qenë traditë. Edhe që më sollën fustanin, edhe brenda në fustan kishte karamele dhe oriz. Ka qenë tradit. Orizi, karamelet ishin në çdo gjë. Pra të sollën fustanin e bardhë dhe të morën pajën tënde. Më sollën këpucët dhe gjerdanin për të vënë në qafë. Ishte rregulli. Kështu e sillte gjithmonë dhëndri, nga anët tona të paktën. Tani dhëndri vinte bashkë me familjarët e tij, nuk dukeshe fare dhëndri gjithë javën. Dhëndri ikte dhe të djelë, kur të vinte të merte të shikonte. Nuk duhet të shikonte as kur lyheshe, as kur visheshe, vetëm ditën e marrës. Unë nuk jam lyer në atë kohë që jam martuar unë, përveç se ishte zakoni të bënin flokët permanent. Më mori mamaja më çoi në edhe më bëri flokët permanent. Nuk vetëm të larë me ujë me sapun. Tani, erdhi dita e shtunë, po do të vinin krushqit, se edhe për caktimin numrit të krushqve ishte një detaj e rëndësishëm. Nuk vinin krushqë në darkë. Mund të vinte 1 ose 2 veta, nga njerëzit e burit, jo më shumë se 3 veta që vinin, po jo dhëndri. Dhëndri vinte të dielën. Më kupton? Që shkonin 3 veta që njerëz nga të familje së vajzës. Numri duhet ishte tek? Tek. Kështu ka qenë gjithmonë. Edhe erdhi e diela, erdhi makina taksia, me brovoritjet, me atë entuziasmin. Të gjithë dhe unë kam banur në një qytet të vogël dhe nuk dieshin se kush ishin pjesëtarët e dasmës dhe kush ishte gjithë qyteti. Gjithë qyteti aty. Dhe me erdhi më mori motra e burit, vëlla i burit, me një fëmijë të vogël, djalin Mipin. Djali që pastaj se ishin djela, siç ka qenë. Sillte një poçe me verë. Për këtë të them drejtën nuk di ta spjegoj pse e sillnin atë verën. Edhe dhëndri. Nusja ishte duke nusëruar, me fustanin që kishin sjellë dhe këpucët. Të tëra këngët, si që ishte zakoni. Ma këndoj një këngë, si që të këndonin aty që të ka, përveç asaj të Natashës të bëre halë. Vetëm këtë disa bukur na ka galë nusja, marshala, e bukur për bukurie, e të tjera. Kjo është tipike, duke sikur është si e përbashkët e të gjithëve. Po, kjo këngë. Kurse kur ka përgjeva shkallët, thash që kur nisa që ti ikja, ma këndoj mamaja këngën. Ati fillove dhe të qaje prapë, se aty ndashe me familjen. Dhe deri sa zbret shkallët e shtëpis dhe del nga obori shtëpis, të shoqëron vëllai pjesëtar të familjes. Dhe aty e dorëzon vajzën, e thuat, u vaftë të mbarë, të trashëgojni, jetë të lumtur dhe Orizë dhe karamele. Dhe unë i hypa taksis dhe ika në Korçë. Ishte tradita, në qoftë se këmbeshin 2 nuse në rrugë, një taksi që vinte, një taksi që ikte, nuset shkëmbenin shamit e dorës. Të qëlloj ty, Natasha? Të qëlloj dhe kam të fiksua. Qëndrojnë të 2 palët dhe nuset ndërojnë shamin e dorës. Po për çfarë arsye? Nuk e di. Nuk e di më. Kështu e kanë. Shkove më falë. Shkuat tek familja e burit? Kur vajta tek familja e burit, aty pa orkestrës, kishte ardhur orkestra, me pak muzikë kështu. Pra të dhe hyra
Brenda më quan tek dhoma lart, tek dhoma që prisnin nuthen. Aty e takove burin? Burin e takova që kur i pa në taksi. Po më fal, po të mori, erdi bashkë me familjarët. Të priti vjera. Gishtat me mjaltë të dera e... Unë nuk e kam bërë këta. E kanë Tiranë, Nuk e se kam di që bërë. dhe nga Idrinja nga Korça duhet ta bërë. Llokume. Ne ham llokume. Llokume bashkë me vjerën, gjysmën ti gjysmën vjera që ti jeni të Jo, ëmbla. nuk e kam bërë këtë gjë kështu tani. Tjetër ndonjë detaj aty? Vetëm një gjë që ne kemi qenë në 70 e ca dhe filluan të hiqeshin shumë zakone nga dasmat. Po të haroheshin, po. Jo, ndaluan, jo the ashtu. Me qoftë në fshat martoheshin me rroba popullore dhe me duvak, u hoq duvakun, nuk vima dhe reduktuan nëse gjëra. Dhe shkova lartë në dhomë dhe atje prisnin njerëzit, këndonin vetë me tëra. Nusja që e lodhur, ulu. Do nusëroje, do takoj njerëzit që vini për vizit. Po, të tërë kushën të kush dilte duhet të rije në këmbë. Nusja rinte në këmbë. Dhe sa vinte darka që do shkonin... Po që do shtrojë darka. Mbas dite erdi orkestra dhe filloi muzika. Tek buri ishte me orkestër. Tek bua që me këngë lapçe. Me këngë lapçe. Tani kalojmë pa nga jugu, kalojmë tek Shqipëria e mesme. Zoti Skënder, na tregoni detajet të tjera të dasmës. Po thuaj se dasmat, ritualet e dasmës, bëshnin po thuaj se gjithë trepat shqiptare kishin ngjashmëri. Dhe kjo ngjashmëri u trashëgua bes pas brezi. Kur themi kishin ngjashmëri, themi sepse duke nisë dhe nga fijesa, që ajo është fillimi, zanafilla, sepse pa fijuar nuk martohesh. Zanafilla, rrënjët ishin ke fejesa. Që njëshin familje. Mënyra se si fejoheshin në atë kohë, ishtë një nga traditat e vjetëra, që ishte trashëguar kjo, po thuajse edhe me kanun në atë kohë, që shkonte një person që kërkonte dorën e vajzës. Flas gjithmonë në kohën e 90-s, po. Në atë kohë, kur shkonte, kishte një kuptim, thotë Djali, kishte një kuptim, do me thajnës vajtja, sepse familja e burrit çonte një person të zgjuar, do të që mashin fshat me i zgjuar, me i ditur, qoshe për të kërkuar dorën e vajzës. Pasi ishte studiuar mirë familja, qoshe për të kërkuar dorën e vajzës. Kjo kishe shumë kuptime, sepse në radhë parë zgjidheshe dera. Dera në atë kohë përfaqësonte personalitetin e asaj familje. Edhe brezat e më vonshme pastaj do vinin nga këto, kjo adëne do të trashëgoheshe. Prandaj kishe rëndësi shumë studimi. Më trego pak si kërkonin dorën, që thueshe zotit të shtëpisë. Kishte një tekst... Personi që dërgoheshe atje, kishte një farë njohje me familjen. E vajzës. Kishte shumë njohje. Kishte, për nuk më themi 100%, po kishte njohje. Po kishte një njohje. Kishte njohje me te. Kishte ndetur, kishte pirë kafe bashkë, po zakonisht fshati ishte i vogël edhe mbe. Dhe ky person dërgoheshe që të pranonte familje e vajzës. Se jo do kudo mund të pranonte familje e vajzës, një person të marrë nga rruga, për shkuar atje për kërkuar dorën e vajzës. Do prishte punë për shumë. Ishte ambasadori kësaj lidhje, edhe duhet zgjedhur një individ. Se dhe e njifte, dhe babaim, thashtë që dërgoj një shokun e tia. Tek babaim. Shokun e ti. Në më nuk ishte daja ose një... Jo. Mund që lorë dhe daja. Ilia i tha, a i djali, kryengjinjeri kështu, pëlqen Natashën, dhe kërkon që të lidhet me ty. E mbaj mend si tani se më ka thirrë babai. Edhe i tha babai, nuk ka njeri tjetër ai që të ka dërguar ty? Shikohesh edhe. Jo, më tha vetëm që do pranin tënde, i pranon apo jo? Të vinë njerëzit apo jo? Dhe babai erdhi, më falë, erdhi në darkë, më uli aty, tha, hajde pak, urdhroi, thashun. Filani, më tha që ai djali, kryengjinjeri i minjerës, Vasilaqi, të kërkon ty për të martuar. Ti më i bëj, më tha. Ke gjë ti me këtë? Jo. E do ti? Je vendosur, por ishte zakoni që unë nuk mund të dilja para motrës madhe. Unë kisha motrën e madhe. E martosha ajo njëherë pastaj? Pastaj tashon. Edhe i thash, si të doni juve? Babi e kuptoj dhe tha, dëgjobi, i tha, drut vire në radhë. Ty të doli fati, ti do ikësh. Kur ti vi fati asaj, do iki ajo. Si të doni ju? Lere, tha mamaja, derisa thot si të doni juve, dakord është. Është dakord dhe unë byllë. Po, që të vazhdojmë me rritë, që të kalojmë në veri pastaj. Pasi merreshe mendimi i vajzës, i prindërve të vajzës,
shkues quhen, shkonte ke familja djalit edhe jepte miratimin. Për këtë punë që kështë bërë ky shkuesi, shpërbleshe, në atë kohë bësh një palë këpucë. Ishte zakoni ka ngelur dhe sot si këtë ka ngelur, po unë nuk i kam bërë. Nuk e ke bërë këpucë. Presupozohe që ky grisi këpucët duke shkuar poshtë e lartë, duke bërë punën. Ishte impresionant. Mbasi përfundon dhe kjo pastaj vinte aja e dyta që ishte martesa. Po të vinte ishte martesa, kalon në disa faza. Faza e parë e martesës i hen për Tiranë se të flasë, për Shqipërinë e mesme, në përgjithësi Shqipëria e mesme, por në veçanti po flas për Tiranën, sepse e njoh më mirë. Dasma fillonte të ejten, ditën e ejten. Po, dhe vazhdonte të ejten, të premten dhe shtunën. E dielën ishte e fundit, pastaj që ishte e djalit. Ditën e ejtet u hapte dasma, si te vajza dhe te djali. Bësh hapja e ceremonisë. Shkonin njerëzit, uronin, apo jo tash se me ato muzika shoqëruese, alegrino, bravo, këngët e muzika shkonte, vinte, kuptoti, vishin ato të lagjes, bënin kërcenin e bënin. Kush me kostue popullore? Moj po kërcenin si tu vinte qefi. Dita e premte ishte dita kur nusja dërgonte pajën që kishte bërë, përgatitur tek e burri. Dhe me organizimin e kësaj, merreshin ato gratëm specifike të familjes, edhe i monin për valiqe. Ato rroba që kishte bërë ajo vajza, duke hedhur oriz, që t'ju ecin bar, të vjen pjellorita, karamele, që presupozohej që të kishen marsi edhe bollik. Orizi është bollik. Karamelja është në familjen ku të shkonte vajza. Ideshin te valiqja. Pasi përgatiteshe kjo, valiqën mbylleshin, shikoheshin nga njerëzit e vajzës. Që çfarë ka bërë nusja, çfarë ka përgatitur. Po paja kërështi që kur ishe e vogël, të thoshin merë qëndisë një gjë që ta kesh përpaj. Shkuesi nuk ka humbur akoma atë eficiencë. Rolin e vet. Rolin e vet, biles, në zonat në trevat e sipër Shqipërisë, domethënë në Shqipërinë e Kosovës, absolutisht shkuesi është një ndër personat më të punësuar. Të paguar, kemi patur madje një emisione që lidh çifte. Po ta them statistikisht është rreth 5.000 euro një ndërmjetësim i kësaj natyre. Absolutisht që po. Po ti unë kam vënë një dy veta. Po ja u garantoj që atje ke profesionist të cilët merren vetëm me këtë ndërmjetësim. Po e një qik mirë ta dëgjojnë ata që kanë fejuar unë edhe të vinë të më thellin. Të ti thellin, nuk është vonë asnjëherë. Po që ti vazhdojmë traditat. Ishte ndërhyrje e bukur gjithsesi. Ngarkoheshe paja e nusës, të premten dhe shkoheshe tek. Edhe shkonte tek burri. Të premten, të shtunën ishte dasma e nusës. Po. Ditë e shtunë. I kushtoheshe vetëm nusës. Nusja bënte dasmën që do ndashen nga prindrit, në shtëpia ku ishte lindur e rritur, edhe bëhesh kjo dasmë ceremoni për hatën e kësaj femre. Ditën e shtunë, nga ora 12 e natës, nga ana e djalit, zgjidhej një kryesi prej 10 vetësh, maksimumi 10 vetë, maksimumi. 8, 7, po të ishin 9, ose 11, ose... Pra numër tek është ideja. Numër tek. Dhe kjo përfaqësi dërgoheshin. Pra që numrin çifte plotësonte nusja kur të merreshin të mesën, me që të ishte... Bravo. Po, ajo ishte. Dhe kjo përfaqësi shkonte tek dasme. E priste do të shtëpisë dhe pas e krushit ta kohëshin në fund. Vajza e kishin që e shoqëronte vllai. Mua më ka shoqëruar vllai. Deri dhe në dasmën time tek më fal. Tek buri dhe të hënën në mëngjes është ngritur. Po. Vishte përfaqësia dhe priteshim me një lloj atmosfere tjetër. Po, atmosfere tjetër dhe zgjidheshin njerëzit më të kualifikuar, më të që të kishin komunikim. Kishin prezencë, komunikim. Ti nderonin. Kjo tregonte tjetër gjë, që të jepte e përsin e djalit ndaj nusës. E kuptova. Ndaj njerëzve të nusës. Tregonte një farë e përsie. E kuptoj, në të njëjtën mënyrë çoheshin krushit edhe tek dasma e djalit nga ana e nusës. Me numër? Numër tek. Numër tek të barabartë. Numër të barabartë. Ishte parim që duhesh konsoliduar numri i pjesëmarrëve
dhe ishte i barabartë. I barabartë, sa do të vinin, aq do të shkon. Ai do të shkonin, pra numri ishte i njëjtë, e kuptova. Do ta vazhdojmë bisedën, le të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi për të folur përsëri për rritet të tjera të dasmave. Mbasi shkonin në dasme e nosës, mershin një valle për respekt, krushkjeve. Krushkjet kishin një tavolinë të rezervuar nga puna e nosës, një vend, që priteshin të vinin, nuk rinin më shumë se një orë. Krushqit. Hanin, pinin, të cenin, baronin dhe... Bënin një valle. Ishte një vizit. Një vizit. Ishte, e ngrishin, e ikën... Dhe familja rinte në këmbë, që kur kalonin Krushqit, të takonin një për një... Ngrishin të gjithë pjestarët e dasmës, edhe rinin që përcjellnin Krushqit. Dhe fillon të djela që ishte dasme e djalit. Po të njëtët, në të zakone, po të njëtët tradita, edhe zhvillosh edhe ke djali. Djali e bënte pak me përmasa më të më dasmën. Që edhe marja e nusës ka qenë shumë më të mëdha. Aty ishte kulmi pastaj, dita e diel ishte kulmi. Ishte kulmi e dasmës, që finalizohej. Kishte të shkandoj detaj Tiranës, ja një ta kujtoj pakës të dielen që do vinte të merrte nusën dhëndri, ruhej, e ulni në oborë dhe ruhej dhëndri. Apo jo e keni ju? Dhe i këndonin. Kur vilë që marrin nusën, ka ndonjë një detaj aty te dhoma ku merret nusja, çfarë? Tani futet një djalë i vogël, ku shkojnë Krushqit. Në dhomën e nusës futet vllai, që merr nusën që e ka për krah, i fut krah, apo ja tasha. Fut krahun, vllai, nëse s'ka vlla kushëri parë, xhaxhaj, kushtier në ato, dajo, i fusin krah dhe e marrin nusën, do të nxjerrin. Në këtë kohë një djalë i vogël që foto dhe i me to, ke këpusa e nosës hedh para. Një lek. Ne kemi që ja fut nusës në këpucë, ja kemi ne dhe kur vajta unë dhe ma hoqën këpucën, lekun e merë djali që ma hoqën. Brava, që hoqë këpucën. U kuptova. Regull jam deri këtu tashë? E shumë mirë. Se do kalim pak dhe në veri, ja? Ja, sekund. Sa ta mërëm edhe këtë dhe jedo shfundon. Mbasi u morë nusja, para se ty këtera e shtëpisë të djalit, i del vjera për para, me një pjatë me mjalt, edhe nusja gjerë dy gishit, edhe prakun e shtëpisë e lyen me mjalt, që presupozon dashurin, presupozon arsin, ambërsin, që do pritet nusja, do t'im shkumërnin e nusës me vjeran, me njerëzit e familjes të burit. Ta janë presupozimet e tyre. Basi mbaron të këto ritur, kenu këto... Që i kushtoni një vëmendje të veçantë dhe bëheshin në mënyrën dhe në sistemin e tyre hap pas hapi. Hap pas hapi. Dhe këto diskutoheshin më përpara në familje që gjithçka të shkonte... Harruam të shtojmë pak, se është dhe kjo ka një specifik të veçantë, qarja e nusës. Nusë është detyruar të qajë për momentin, kur të dali që të largohet nga familje... Po mirë, nëse nuk e vjen për të qarë, si do të qaj pak. Mirë është të qaj pak. Okej, mirë është të qaj pak, por nuk qante çfarë? Por nuk qante, ka vajtuse, supërtuse, e cila mbulohet, po është totalisht e vërtet. Ka vajtuse që stimulon qarjen, identik si vajtuse në rastet e tërki. Ajo mbulohet që në aspektin vizual nuk shifet, i atakohet i rinë ngjitur nusës, disi nga mbrapa dhe bën vajtimin, sepse mund të vijë edhe natyrshëm që nuk qanë nusja. Po dhe unë nuk qava me oji. Nuk e tregon do të. Jo, është e vërtet. Ashtu mund tjetë blokuar, por nuk do të thotë se nuk do të ndjek ritualin apo gjërat e kësaj natyre. Me që e kape tani di ma vazhdo pak traditën, se dua të di dhe të hënën që ndodhë. Një nga ritualet, por në këtë ku ishte djali këtu, dua të shtoj diçka të vogël. Mbulimi i nusës me duvak të kuqit, për ne të Shqipërisë mesme, për ne Tiranësit, që i mbuloni me duvak të kuqit, po edhe veriu kështu i kishte me duvak të kuqit, po jo? Jo, neve, juve po. Për fikirin e rojës. Jeptet, kjo e shpikur që në kohën e... Mbulimi i fytyrës ka qenë tregonte që nusja ishte e virgjër, vajzë. Dhe mbulimi që i bëndë,
vajza presupozoj që nuk shiheshe me burrin edhe me njerëzit. Nuk duhet ta shikonin. Vetëm kur natën parë kur të shkoj ke Po, ka parë raste që se ka parë. Se ka parë fare. Po, pra. Ashtu, edhe ka shkuar atje. Prandaj ka simbolik kjo. E kuptova. Edhe e qara, edhe mbulimi i fytyrës. Edhe mbulimi i fytyrës ka një simbolik veçantë. Bile, edhe kur pritë nuse që hishim ne karamele, e hishim sheqerka, edhe lek që hishim poshtë, edhe që mbidheshin fëmijët poshtë, edhe i mblidhin ato. Me pajton ose me makina. Edhe ato kanë një simbolik në vetë. Po e pret me ëmbëlsira, loti, por është një lloj si sot për shkak që hedhin fishek zjarr. Sot është ndësuar me fishek zjarrin orizit. Edhe çajin syt me fishek zjarre, i çajin qiellin me fishek zjarre. Në atë kohë ishte. Ta janë tre simbolika që janë dhe si të përbashkëta. Që janë edhe si të përbashkëta, po edhe karakterizojnë një farë personaliteti. Ndryshe nga ju budhe nga Shqipëria e Mesme, Ridi, më trego disa detaje që ty të kam pëlqyer. Unë duke marrë parasysh edhe shpjegimin shumë të mirë që bën Zonja dhe Zotria, unë do thoja se pjesa bazike e dasmave shqiptare është pothuajse e njëjtë dhe absolutisht nuk kam se shumë gjëra domethënë ti riprek. Por gjëra që më kanë bërë përshtypje dhe do doja t'i tregoja janë fakti se tek mbledhësia fillimisht dërgohej një person i cili kishte miqësi, le të themi, ose shoqërore ose edhe familjare të dy, që kishte marrëdhënie domethënë të ndërmjet me të dy palët dhe kërkonte, domethënë prezantonte cilësitë e familjes, pastaj cilësitë e dhëndrit, sepse nga tradita është një shprehje që miku i ngjan mikut. Presupozohet që të bashkojnë dy fise të bashkohen që kanë, le të themi, një mesatare pothuajse të përafërt, sepse me do e mos se njëri nga fiset mund të jetë edhe më i lartë. Dhe këto janë bërë që në kohët e më përparme edhe për të ulur shumë gjakra ose për të forcuar disa stabilitete në format të ndryshme, ose luftarak, ose ekonomike me radhë. E bukra është që gjatë këtyre takimeve bëhen edhe, le themi, dhe testime për nivelin intelektual. Dhe her pas here përfshin disa skema, batuta, janë fantastike fare. Shumë vërtet është. Për shembull, kur kanë prezent edhe dhëndrin, që dhëndri insiston që të kjo lloj prezantimi bile duhet që të jetë dhëndri si rregull, pavarësisht se ka raste që nuk shkon në prezent. I bëjnë ato antarët e ekipit të vajzës, i bëjnë disa pyetje provokuese, por me nivele vërtet intelektuale të shumë rafinuara. Një që më ka bërë shumë përshtypje, ishte shumë e bukur, merët një dajajnusës, ose mund tjetë kushri, mund tjetë edhe mik, shok i zonës, sepse dashamirësia ishte në nivele shumë të larta dhe realisht donin që fëmija mikut komshis tyre të përcjellën në një familje shumë të lartë. Edhe një ndërtesë ishte kjo që duke bo muhabe, duke bo, dhe më thonë, duke marrë ato gotat e rakis, fillimisht, për shembull zona ime, sepse unë vi nga një zonë e Mirditës, por në anën e Pukës, fillimisht, mbasi u servinin gotat e rakis, bëj ajo, le themi, si më thonë, misardja, gjëja fjalë që kemi ne përshëndetjen bazike që e kemi ne është qofëldu Krishti, dhe më në lëvdrojmë Jezu Krishtin, edhe bas kësaj bëhet një përshëndetje për njerëzit që kanë ardhur aty, dhe në mënyrë tradicionale duhet që të pasohet gjithë tokë fjalçi, por në mënyrën individuale tek secili pjesëmarrës. Kjo tregon nëse ka një intelekt, ka një bazë, domethënë, të shoqërisë për evente të kësaj natyre. Mbas asaj bëhen biseda spontane, të cilat duket sikur po bisedojnë dy persona, mund të jenë komshi ose daja, gjaja i vajzës, sepse ato tani kanë radhën, ajo është pika kulminante ku e kanë mos shumti, le themi, fjalën të zotë që kanë e shtëpisë që kanë për të dhënë vajzën. Dhe ato që më ka pëlqyer është fakti që për shembull ishte një episod që thot daja i thot një kushëriri. I thot më ka bëu habim mbas një bisede të zakonshme.
morë filani, thotë, se ky shkopi, merr një shkop, ai shkopi shumë i lodhur, mund t'ishte shumë i dobët si shkop, i thotë, ky shkop ka 20 breza në shtëpinë tonë dhe askush nuk ka dalë një burr që ta thyj. Si ka mundësi, thotë ky, dhe jam mbështet sepse e dinë se për çse janë ndulur aty dhe për çfarë. Po, dhe e merr atë shkopin, që ai shkopi mezi po rrinte vetë, edhe ja afronte të këmbë dhe ja bënte kështu, po, ai shikon. Thotë, vërtet e çuditshme, ama jep dhe mu, e merri dhe ky që ishte pjesë e lojës. Si më thonë, e stafit. Pjesë e lojës, doni me pa mençurinë e dhëndrit. Merr dhe ky dhe e bën kështu. Dhe dhëndri tani që një djalë i ri, i parë, i thonë, o dhëndër, pa e shikon ty se më dukesh më i ri, a e thyn dot. E merr dhëndri dhe e thyn. Dhe dhëndri nuk ishte kandidati faktikisht. Ishte kandidati. Dhe në momentin që dhëndri bën të diçka instiktive të kësaj natyre, se nuk mund ta çoje ti dhëndrin luftë me kuptu se sa i zgjuar është. Ai duhet ta thyente apo duhet ta thyente? Nuk duhet. Tani logjika duhet ta thyente, që tregonte që nuk erdha unë ti u prish, ti thuj krenarin, aq më tepër në veri. Jo në këtë sens, ai duhet kuptonte se ishte një lojë, ishte një lojë arsye, ai nuk duhet binte pre. Domethënë ai duhet nxitej një ndër cilësitë e tij, nuk ishte forca në rast. Çfarë ndodhte kur thjesht nuk e pranonte familja? Nuk e pranonin, domethënë gjenin forma, por në fund fare jetër verdikti që do ju çojmë fjalë. Dhe fjala zakonisht ishte domthon s'ka nuse këtu për ju. S'ka nuse këtu për ju kur ai e thyente shkopin apo nuk dinte në nivelin intelektual. Kishte shumë lërat e tilla që për atë për shembull shumë raste duke njohur intelektin e munguar të dhëndrit, nuk preferonin që ta çonin dhëndrin në këto, sepse dinin se oda e burrave i kishte shumë cilësi të cilat sot nuk besoj si afron as me 1%. Më trego pak atë mënyrën e vjedhjes, se është një detaj shumë i rëndësishëm kur vjedhesh e diçka kur merresh energjia. Ajo bëhet mbasi është afirmuar që do bëhet martesa. Tek dita e pajës janë grupi pjesëmarrës domthon për të sjell ato dhuratat, ato gjërat. Gjë që është bazike dhe për të stimuluar, le të themi, prejardhësit që do kenë tërheqje gjenetike nga njëri fis apo tjetri, e kanë stimuluar dhe që nëse e arrin të vjedhin një gjë, shërbehet tavolina me kaq luga, kaq sheqer, kaq gjë. Dhe këta duhet të vjedhin diçka që është në dhomë dhe nuk e dallojnë të zotë të shtëpisë, presupozohet se një pra edhe mbesat do ngjajnë nga fisi i dhëndrit. Nëse ato e dallojnë, kanë të drejtën të zotët të shtëpisë të vënë një kamat gjobe në termin aktual, si më thonë, një më vunë, një kapar që është gjithmonë atëherë. Por edhe në rastin që nuk gjindesh kjo, dajot, specifikisht nëse i kanë të dy dajot ose përfaqësuesit, bënin biseda mes njërit dhe tjetrit, pasi, dhëndri na pëlqen, dhe dajo nusës kishte të drejtën të vendoste një vlerë të caktuar kamate për mbesën. Dhe bukra e kësaj kamatas, që vërtet më ka surprizuar, është fakti se vajza vërtet kur martohet duhet që të qaj, dhe thamë dhe atë rasti, nëse nuk qanë e ka një suportuese aty të fshehur. Por në mënyrë instiktive dhe është edhe natyrshme, po ta përshkallëzosh me kohën, po të hecesh në vite, distanca ku do martohej vajza ishte shumë e madhe. Dhe nuk ishte vërtet vetëm stimul, a ishte një dhimbje e madhe, sepse presupozohen ndoshta mund të shkonin edhe 2 vite pa pamë njerëzit e shtëpisë. Teknologjia nuk ekzistonte me radhë dhe mund të kishte vdek gjyshja dhe ajo nuk e kishte marrë as vesh, mund të kishte marrë vesh mas 2 javësh ose 1 muaj. Pra jo të ketë marrë pjesë në varrim me gjërat e natyrës. Por domethënë ishte bides Tiranësit kanë një shprehi, një farë mënyre që le themi të vret, por është disi e vërtet. Vajza lind shtëpi huj dhe shkon në shtëpi vet. Po, këtë e ka të gjithë. Kupton, domethënë po ta mendosh tani si në shtëpi huj lind vajza është mike në shtëpi vet. Sot e gjem të shprehë e votës vajza. Për ta mbyllur tash. Keni ndonjë për ta mbyllur se ndoshta ky episodi që më ka pëlqyer është se
kur ja dorëzon vllai, ja dorëzon motrën krushve, numri gjithmonë, domethënë siç e thamë, krushit është i parapërcaktuar, një orë duhet të rrinë. Dhe kushton gjithë te krush ndihesh edhe si i vlerësuar, se jam krush. Radha e krushve ishte e tillë. Një ishte zakonisht ky ndërmjetësuesi, ky intelektuali, por jo i familjes. I dyti ne kemi gjithmonë dajon. Dhe pastaj në vazhdimsi janë pastaj figurat si mas lidhjes familjare dhe dëshirës për të pasur përfaqësues. Ideale është fakti që kur marrin në dorëzim nusën krushit dhe dalin nga oborri, nga rrethina, që do të thotë u dha, domethënë vajza, mbaroi, domethënë le të themi ceremonia e dhënies së vajzës. Nëse nusja që insiston që të kthehet dhe të çaj për shtëpinë, ju iken nga dora krushve, riulen dhe vlera që kanë pas pagu për atë vjedhjen që patëm. Jo, vlerën që kanë vendos daja e nusës me dajën e dhëndrit. Po, vlerën e parë. Sa do paguajnë, ka parën që do paguajnë të dhëndrit, ripaguhet. Dhe për atë arsye duhet zgjedhur dhe përfaqësuesi të jetë shumë i denjë. Një rast tjetër është fakti se te pjesa e dasmës ka pasur episode nga më të ndryshmet në të gjitha krahinat dhe shpesh herë kur vinin krushit që u kthenin tek dasma e dhëndrit, ju thuhej shqyqyr që erdhe të shëndoshe mirë. Sepse ka pas një risk që mund të ndodhte që vërtet mund të emocionoj vllai nusës nga dhimbshmëria dhe mund krijonin episode të pakëndshme, por ato duhet ta merrnin nusën me domos dhe të gjithë dasmorët në përgjithësi kanë qenë të gjithë të armatosur. Të armatosur. Dhe kur merrnin nusën që dinin nga që hipnin dhe vazhdonin tamam rrugën, shtinin në armë për të thënë që ishte misioni kryer. Dhe do doja të cekja dhe një rast që është ajo e fundit, të lutem se menaxheri të goxha interesant. Rasti kur atëherë nuk ishte makina, por u takonin krushit. Dhe problemi ishte se ndryshimi i rrugës, por në rast se nuk ishte rrugë tjetër, ka një rast që është i jashtëzakonshëm, mbas një tragjedie madhore, është vendosur nga kryepleqëria që në rast të takojnë krushit, pasi pati ndodhur një tragjedi shumë e madhe në një zonë, nuk du ta përmend se nuk ka, domethënë është thjesht ka qenë terreni, ka qenë si më thonë si pjerrë dhe kanë insistuar prirësit e krushit e parë që ne jemi filan fis dhe do rrin nga ana e lartë, ju jeni filan fis, ju do rrini nga ana poshtë dhe ishte një ofendim dhe ka ndodhur një betejë fatale. Ku dasma është thyer në tragjedi dhe tani është vendosur që të kalojnë për mos më ofenduar asnjëra palë në formë të kryqëzuar. Të kryqëzuar, pra, okay. Vazhdon të jetë edhe në ditët. Nëse do, ja po tani është me makina, po atëherë ka qenë zotërisë. Po, e fundit të lutem? Kam marrë gruan nga veriu dhe janë sa drejt traditat nga këto, kam marrë pjesë në dasmën e këtyre. Kanë dhe i specifik tjetër, që më ka bo përshtypje. Dërgimi i dashit, e kemi dhe ne. Për paj, ati kë njerëzit e gruas, kë njerëzit e vajzës. Në që dasma do të bënte familje e djalit, edhe për vajzën. Edhe për vajzën, apo mos gaboj. Që është e dashit. Ashtu. Edhe e dyte që dua të prek, është ardhje në fjedhje e nusës në darkë me dhëndrin, kur në mëngjes nusi ishte detyruar në balkon. Të ndereshe çarçafi. Atë e kanë patur që tregonte dhe kjo tregonte virgjërinë e vajzës. Në të kundërtën, po janë nëse ndodhte në të kundërtën, ta them edhe të, po flasim për ato zë, për ato kohë, nuk po flasim për sot. Çfarë bëhet çarçafi Në të nëse kundërtën, bisedoshin, hyshin i biseda, familje e vajzës me të djali, dhe nusja, vajza, mund të qoje direkt ke familja e vetë, pa patur asnjë konsekvencë të vogël. E kthente te familja nëse nuk... E kthente, është të bisedimit vajza me djalin. Kishte kompromise dhe gjëra kështu. Ato ishin gjëra të brendshme të çiftit. Që të vendosje diçka të çarçafi në vend të... Djali e dinte që nuk kishte qenë martesa ajo është. Priste dorën djalit. Martesa është Priste dorën djalit. Momentet kur nuk do të momentin që duhet. Okej, e mbyllim kështu. Faleminderit shumë për të gjitha. Ndoshta u treguan, ndoshta u treguan do të gjitha me detaje, por çrëndsi ka.
pjesa kryesore bërthama e ritualeve që kanë mbetur ose janë zhdukur u përmend. Një sipërje për djemtë dhe për vajzat. Martohuni, është gjëja më e bukur. Kur them martohuni, nuk them që për atë që ta djali, por dashuroni njëri tjetrin dhe krijoni familje. Familja Ju falenderoj juve. Faleminderit shumë dhe ju që erdhët. Ridi, shumë falenderit. Faleminderit dhe juve që na ndoqët. Shpresoj t'ju kemi kujtuar paksa dasmën tuaj që keni respektuar me këto rite dhe tradita. Kalofshi bukur, mirupafshim.